Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka vendosur që këtë vit të mos jepet naftë falas për fermerët, por skema të jetë e shpërndarë në drejtime të tjera. Fermerët e Matit thonë se ky vendim është penalizues për ata që nuk kanë 3 hektar tokë bujqësore. Po ashtu ata shprehen se duhet ndërhyrë tek taksa e naftës që bujqit të mos statohen një lloj si të tjerët për çdo litër të harxuar. Kjo është thjesht të nxjerrësh jashtë loje me i trant lapsit. Me ca ligje që i bëjnë ato njerëz që kollarisën, që për fatkeq nuk e njohin bujqësinë, se nuk e di se ku bie fshati, po teksa dëgjon, sepse shkaku është lufta, sepse ne i dim gjithë si funksionon skema e naftës, po ta çesh për i traktor, që jam për momentin kam lëvëruar gati mbi 2 hektar tokë për të mirë foragjere, për baktinë dhe për misër, dhe kosta si vetë ka qenë 2 fish, shteti nuk ka ndërhyj fare, është zero. Dhe të pagush taks qarkullimin në 1 litër nafte për traktorin që ka shtëpi, shtëpi, të pagush për gjeneratorin, të pagush për pompën në spërkatjes, taks qarkullimi, këto janë absurde që vetëm Shqipëri ndodhin. Me 3 hektar e pa mund, me se ka fermer të vegjël që nuk i kanë 3 hektar dhe nuk mundën ta punin tokën me fjalë që se një mon shteti. Për ekspertët e bujqësisë, kjo është një tjetër goditje e rëndë për sektorin, duke marrë shkallës edhe nga çmimi aktual i naftës. Sipas tyre, shteti duhet të ndërhyjë duke ulur akcizën e karburantit dhe të VSH-s për inputet bujqësore, të cilat ndikojnë drejt për drejt tek fermerët. Pra e para është ulja akcizë dhe e dyta është ulja e VSH-s inputeve bujqësore. Mos harroni, s'ka pse rritet pleku kimik, s'ka pse rritën parat, finanat e gjitha do. Të gjitha këto janë problem. Po në rast se ti ja ul të VSH-n prap, kjo ulje të VSH-s ndihmon tek fermerët. Dhe a dini ju që e gjithë industria e naftës në Republikën e Shqipërisë nga zeroja, po ta fillojnë me industrinë nxjerrëse dhe përpunuese dhe me sistemin e shpërndarjes, nuk shkon më shumë se 50 milion euro. 50 milion euro, miqtë e mi, janë 2 kilometra rrugë. Le 2 kilometra pa rrugë pa bon dhe bëje vendin tanë, bëje Shqipërinë të pavarur e të pa ndikueshme nga krizat. Rritja e çmimit të karburanteve ka ndikuar direkt në uljen drastike të sipërfaqes së tokës së punuar për këtë sezon pranveror në të gjithë qarkun Dibër.